Mund të hymë që këtu. Këtu jemi në qendër të qytetit, në parkun lidhur me Bashkinë, dhe mbrapa meje ndodhen banjë publike të qytetit tjerë. Kjo është për burra. Wow. Dhe si shtuket. Pra i mungon dhe dera, dhe nuk merret vesh se çfarë po del për jashtë. Wow. Dhe këtej dhe sejtë të jetë për zonja. Dhe kjo është e mbyllur. Dhe këtu është Bashkia e Fierit. Dhe për fat të keq ndodhen në një gjendje që është e papranueshme, që s'mund të aksesohet nga qytetarët, siç e pat me videon që unë realizova. Dhe kjo është gjendje që ka mbi 10 vjet që ndodhen banjë. Është vërtet skandaloze që në një qytet me 100.000 banor, vetmet banjë që qytetarët mund të përdorin, por kryesisht jo vetëm qytetarët, kalimtarët, por ata që janë më afër që rrinë të përfitojnë të kaluar kohën e lirë, mos të kenë mundësi që të kryejnë nevojat minimale në kushte dinjitoze. Kjo është turp për qytetin, është turp për Bashkinë.